Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Këto fjalë përmbledhin dhe shprehin kuptimin e festës së Krishtlindjes në mënyrën më të thellë dhe më të përsosur. Nëse do të përqendrohemi për të kuptuar rëndësinë e këtij misteri të madh, në të cilin biri dhe fjala e Atit u mishërua dhe u bë njeri, atëherë do të mund të marrim pjesë në festimin dhe gëzimin shpirtëror. E do të ndjejmë brenda nesh fuqinë transformuese të përjetimit të kësaj ngjarje. Mishërimi nuk është thjesht një mrekulli, apo një mister i denjë për t'u admiruar. Është dhurata më e madhe që mund të jepet njerëzimit. Biri dhe fjala e Perëndisë mishërohet dhe ulet pranë vuajtjes njerëzore, prek shtrëmbrimin e natyrës sonë për ta drejtuar, duke na zbuluar thellësinë e dëmshurisë dhe të përulësisë së thellë që lind nga dashuria e tij e pafund për të gjithë botën. Shën Athanasi i Madh e shprehu këtë të vërtetë rënditëse në mënyrë lakonike. Biri i Perëndisë u bë njeri që ne të bëhemi perëndi. Derisa vazhdojmë të përgatitemi për festimin e Krishtlindjes, na bën mirë të kujtojmë se kjo festë e madhe nuk ka të bëjë me lindjen e një mësuesi, profeti apo ligjvënësi. Perëndia i përjetshëm ndërhyn në histori dhe bëhet njeri, pa pushuar se qenuri i Perëndi i plot, për të na sjellë në shenjtërinë e tij, për të na bërë pjesëmarrës të natyrës hyjnore, për të shëruar, ringritur dhe përmbushur njerëzishmërinë tonë të rënë dhe të deformuar. Nëpërmjet pranisë së energjisë së tij hyjnore, Krishti Perëndi njeriu aktivizon, fuqizon dhe gjallëron natyrën tonë njerëzore dhe na bashkon me Perëndin, gjë që asnjë mësues, profet apo ligjvënës nuk mund ta bënte dot kurrë. Krishtlindja na fton të marrim pjesë në thirrjen e engjëjve, për të lavdëruar edhe ne bashkë me ta. Lavdi Perëndisë në më të lartat dhe mbillojnë paqe dhe në njerëzit mirëdashje. Por lajmërimi i lindjes së Krishtit nuk u bën në të njëjtën mënyrë për të gjithë. Tek barit e përulur erdhi një angjëll, sepse zemra e tyre ishte përulur dhe e hapur. Dietarëve të lindjes që kishin etje për kërkim, ju dha një yll dhe përsëri një angjëll për t'i udhëhequr, kurse sundimtarëve krenar dhe dinak, lajmi nuk u solli gëzim, por frikë, errësirë dhe refuzim, dhe deshën të vrasin foshnjën e përsalindur. Ngjarja ofroi të gjithëve, po jep fryt vetëm tek ata që kanë dëshirë për urësi dhe qëllim të mirë. Erdhi tek të vetët dhe të vetët nuk e pranuan, po të gjithë ata që e pranuan u dha pushtet të bëhen bijtë e Perëndisë, shkruan Shën Johani. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rrezë shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Në një predikim të tij, Shën Jan Gojarti thotë: "Atëherë çfarë mund të jetë barabartë me këto lajme të mira? Zoti në tokë, njeriu në qiell, e të gjithë u bashkuan bashkë, dhe u bë pajtim midis Zotit dhe natyrës sonë. Vdekja u shkatërrua, parajsa u hap, mallkimi u fshi, mëkati u hoq nga rruga, gabimi u dëbua, e vërteta u kthye, fjala e perëndishmërisë u mboll kudo dhe lulëzoi në rritjen e saj. Shoqëria e qiellit u transferua në tokë, ose më saktë, gjërat në tokë u lidhen me ato në qiell." Të dashur vëllezër dhe motra, duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur, se tashmë Perëndia banon ndër ne. Një dëshmitar i vërtet shpëton jetë, thot Solomoni i ditur. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap e ta bashkëndaj këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke e ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kurrë, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, duke kthyer në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë e errësirë. Vetëm prania e tij mund të ndriçojë zemrat dhe shpirtrat tanë dhe mund të japë jetës sonë dritë e gëzim. Ai është drita në errësirën tonë dhe mësimi i tij, thot psalmisti, është një llamp për udhëtimin tonë në këtë jetë. Për të festuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive të përjetojmë më thellë shenjtërinë dhe madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo ligësi, e duke e mbushur atë me dashuri dhe përulësi ndaj të gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim,
dhe në vetmi. Vetë Zoti identifikon veten e tij me njerëzit në nevojë duke na thënë, sepse pata uri e më dha të ha, pata eti e më dha të pi, i huaj isha e më morët brënda, i zhveshur e më veshët, u sëmura dhe erdhët të më shihni, isha në burg dhe erdhët tek unë. Me të vërtet po ju them juve, gjithë sa i bët njerit për këtyre vëllezërve të mi të vegjël, ma keni bërë mua. Vetëm duke bërë këto, Krishtlindja do të ketë një kuptim të vërtet, dhe gjithçka tek ne do të ndriçohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet.